Vula e profetëve thot është Jezus. Pse e thua për Jezusin diçka që ai nuk e ka thonë? Në Bibël, Jezusi thot ruhuni nga profetët e rem. Pra, nuk e përjashton mundësinë që pas tij ka profet. Këtë porosi na jep edhe profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, që më urujt pra nga gënjeshtarët, nga mashtrusat. Po ashtu po të lexosh në Bibël, një verset tjetër thot, por kur të vijë ai fryma e së vërtetës, më pas çfarë thot, ai do t'ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flas nga vetja, por do të thot gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t'ju kumtoj gjërat që do vinë. Medito në këtë. Po ashtu në Kur'an e përmend Zoti i gjithësisë se Jezusi Isa alayhis salam tha wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed, dhe ka ardhur si përgëzues për një profet që do të vijë pas meje, i cili quhet Ahmed, pra Muhamedi alayhis salam. Po në Kur'an, të versetin në Bibël, në Kur'an, Zoti i gjithësisë për profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, thot وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ai nuk flet nga egoja, nga vetja e tij, por ajo është shpallje që i shpallet. Pra prej të madhit Zot. Kështu që vula e profetëve është Muhamedi alayhis salam, për cilin ka përgëzuar edhe vetë Jezusi, Isa alayhis salam. Prandaj lum për atë i cili e beson dhe e pason Muhamedin alayhis salam, sepse me këtë besim fitohet xhenetin botën tjetër.